Të dashur socialistë Bashkisë Tiranës, të Bashkisë Kamzës, të Bashkisë së Borës, të Kavajës dhe të Rogozhinës. Sot është 35 vjetori familjes tonë politike. Dhe unë e kam të vështirë se me i radhat parit që të them dy fjalë, për të na kujtuar dhe për të na certifikuar me certifikatën e mirënjohjes në vite. Pa pikë modestie do të thoshja se kjo mirënjohje nuk është për mua dhe as për shokët e mi, se mirënjohja më e madhe për neve ishin ai besim që në dhanë socialistët në vite, për të qenë drejtues të tyre, për të qenë përfaqësues të tyre. Prandaj mirënjohja ime është për çdo socialist në gjithë territorin shqiptar, për çdo votues të Partisë Socialiste në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, për çdo drejtues të Partisë Socialiste, për çdo kryetar organizate në vite, për çdo deputet të Partisë Socialiste në 3 dekada e gjysmë dhe veçanërisht për ata të legislaturës 92, 96 për të cilit nuk kam nostalgji. Mirënjohja shkon për drejtuesit e Partisë Socialiste sot, për kryesinë e Partisë Socialiste, për Këshillin Kombëtar të Partisë Socialiste, për grupin parlamentar të Partisë Socialiste, për qeverisjen e Partisë Socialiste. E pra, për ne të djeshmit drejtues të Partisë Socialiste, është shumë signifikative fakti që në këtë 35 vjetor, kur shikojmë Partinë Socialiste në pikpamje numerike, jo vetëm që s'është rrudhur, po përkundrazi i shtuar. Kurse në pikpamjen moshore, ndërsa vitet e Partisë Socialiste rriten, vitet e antarësisë Partisë Socialiste zvoglohen, si rezultati prurjeve të reja. Në pikpamjen ose në aspekti gjinor, ne mrekullohemi, kur e nisëm këtë betejë kishin vetëm një antare kryesie, shoqe. Kurse sot, 50% e kryesisë jashtë shoqe janë gra dhe vajza. Kurse sot, 50% e antarëve të Asamblesë Kombëtare janë gra dhe vajza. Kurse sot, 50% e këshilltarëve të bashkive janë gra dhe vajza. Kur sot, në të gjithë territorin e Shqipërisë, në të gjitha organizatat e partisë, janë bashkëkryetare kudo gra e vajza. Prandaj, miqtë e mi, na kjo ne mrekullohemi dhe jemi shpresplot që Partia Socialiste sot është më vitale, është më e fortë, është më progresive dhe mandati 4 është pak, ajo sigurisht do të siguroj dhe mandatin e 5. Prandaj, një mesazh quajeni si duani, amanet apo merak për drejtuesit e ri të kryesisë të Asamblesë Kombëtare, deputetët, kryetarët e bashkive do të kishja dy gjëra. E para, duani dhe mos harroni antarin e thjeshtë të Partisë Socialiste. Duani, respektojeni votuesin e Partisë Socialiste. Gjendjuni atia në gëzime dhe në hidhrime. Në mos ja zgjidhni hallin qaja një atia. Miqtë e mi,
mos e humbisni kur kontaktin dhe komunikimin me antarët dhe me simpatizantët e Partisë Socialiste. E pra, këto kontakte dhe kjo lidhje shpirtërore për antarin dhe për simpatizantit është si pune asaj që tregojnë për gjuhën e huaj. Po e le një ditë atë, të le një javë. Po e le një javë, të le një muaj. Po e le një muaj, të le një vit, po e le një vit, të le për të rjetën si punojme. Kështu është dhe antarësia në parti, kështu është dhe botusi. E fundit, apel që kam, po jon pak në rëndësishmja, mbështesni vizionin e Edi Ramës për Shqipërinë 2030. Mbështesni ambicjen e Edi Ramës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mbështesni energjitë e Edi Ramës për ta qeverisur Shqipërinë akoma më mirë. Mbështesni për kushtimin dhe vendosmërinë e Edi Ramës. Unë kam bindje dhe besim se duke realizuar këto dyja, fitoria e Partisë Socialiste në 2029 është e sigurt dhe integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian në 2030 i garantuar. Rrofshi ju, rrof Partia Socialiste, le ta gëzojmë të gjithë bashkë 35 vjetorin e saj. Faleminderit.